Prej të gjeturave rezulton që 76% e 62% janë përdorues të internetit në Kosovë, ndërsa 23.38% janë jo përdorues. Prej tyre 50.38% janë mashkuj, ndërsa 49.62% janë femra. Nëse shohim se shtrirja e internetit, ku është bazuar më shumë, shohim që shtëpitë me qasje në internet në urban janë 87%. 87% e mbanive në urban kanë qasje në internet, ndërsa në pjesë rurale 83%. Nëse se shikojmë se sa përdoret interneti në këto pjesë, shohim që pjesa rurale ka përdorues më shumë të internetit se pjesa urbane, me 77.7% të përdoruesve që vijnë nga ana rurale. Ajo që ka vlen cekët është se ky ulëmtim është bërë për prej moshës 10 vjeçare deri në moshën 65 vjeçare. Arsyeja është për shkak se pyetësori nuk ka qenë i përshtatshëm për respondent në moshën 10 vjeçare, edhe nëse këtë pjesë e largojmë, atëherë mbetet që përqindjet që ne përmenda më herët rezulton me një numër të përdoruesve prej 1.080.033 përdoruesve. Kjo është numri i përdoruesve të internetit. Nëse e shikojmë se për çka e përdorin internetin, e shohim që shumica e përdorin për komunikim. Kjo është një nga arsyeve për shkak se kemi një diasporë të zhvilluar, edhe shohim se 65% prej tyre përdorin Skype-in për komunikim. Ndërsa nëse i kthyerim këto rrjetet sociale, i kemi 73.29% Facebook, 7.63% Twitter, 43.62% YouTube, edhe për email është 65%.